Ne e kemi bërë platformën 4 vjeçare dhe oferta e jonë e Partisë Demokratike për qytetarët e Kaçanikut është bërë në përputhje me kërkesat e qytetarëve, sepse para se me bërë platformën 4 vjeçare, e kemi bërë një tur të dëgjimit me kolektivet e arsimore, me stafin mjekësor, me infermer, me qytetar, me bojk, me fermer të ndryshëm, me biznese, kemi bo me student dhe me gjithë me OJQ, me sportistët dhe me gjithë kategoritë të cilët janë edhe japin kontribut për komunën e Kaçanikut dhe në përputhje me kërkesat e tyre, në përputhje edhe me buxhetin e komunës së Kaçanikut e kemi bën një platformë 4 vjeçare e cila do të jetë në shumë fusha, po fillojmë me fushën e arsimit, ku do të ketë nga 1 janari me mua kryetar do të ketë rritje të numrit të bursave, do të ketë transport falas për të gjithë nxënësit të cilët udhtojnë për shkollat e mesme nga vizat rurale, do të ketë 2 shkolla të reja, 2 qerdhe të reja, do të ketë digitalizim total të shkollave, sepse na veç e kemi model shkollën gjimnazin Skënderbeu, mendoj që është model në nivel Kosove, ku e kemi bërë komplet digitalizimin e shkollës, si për nga disiplina, si për nga arritja e suksesit dhe mendoj që është model, po do të vazhdojmë me digitalizimin e të gjitha shkollave në nivel të komunës së Kaçanikut, ku do të përfshin pajisje me tabela digjitale dhe me kabinetet e informatikës dhe gjitha të cilët i mund Kur po premtoni gjitha këto pra për sektorin e arsimit, natyrshëm lind pyetja, pse s'janë bërë deri më tani? Janë bërë shumë investime në sektorin e arsimit. Mund të theme që infrastruktura në sektorin e arsimit në komunën e Kaçanikut është goxha e mirë me përjashtim të 2 shkollave, shkollën Ali Aslani në Dogonaj të Kaçanikut, e cila është nisë prej ministrisë një objekti shkollor, është nisë në vitin 2019, ka qëndash të përfundon në 2022 dhe nga atëherë deri më tani tek si vjetë në vitin zgjedhor, dhe më thonë, është duke u bërë kontrata për mja fillu punimet ashtu që shka merë në gjysë dhe e dyta që është shkolla e Mindurakut, po që përfshin një kosto jashtëzakonisht madhe që nuk mund të bëjmë me buxhet komunal, po për kundër kërkesat të vazhdueshme që kemi pas në ministrinë në linje, realisht ende nuk ka filluar. Po, pikërisht zotri Vishi e kemi në prapavi, mund ta shihni edhe ju,